Më 14 nëntor të vitit 565 ndroi jetë Justiniani i parë, i njohur si Justiniani i Madh. Ai ishte perëndor bizantin nga vitet 527 deri në vitet 565. Gjatë mbretërimit të tij, Justiniani u përpoq të ringjall madhështinë e perëndorisë romake dhe rimori gjysmën perëndimore të humbur. Justiniani lindi në Tauresium rreth vitit 482 në një familje fshatare me origjinë iliro-romake. Tauresium ose Taur, Tora, Kulla, Kalaja, rreth 20 kilometra në junglindje të Shkupit, u zbulua nga arkeologu britanik Arthur Evans në fund të shekullit të 19. Justiniani vlerësohet si një nga figurat më të rëndësishme të antikitetit të vonë. Ai ishte fundi perëndor romak që përdori latinishtën si gjuhë të parë. Më 14 nëntor të vitit 1877, një qytet i Arizonës mori emrin Tombstone, Gurvarri, nga një kërkues fatlum, të cilit i ishte thënë se vetmja rezervë minerali që ai do të gjente në Arizonën veri perëndimore do të ishte guri i varrit të tij. Por ai këmbënguli në kërkimet e veta duke zbuluar kështu rezerva të pasura argjenti dhe minjerës i vuri emrin Tombstone. Brenda 2 vitesh, një komunitet minatorësh, kërkuesish dhe tregtarësh, të cilët kishin ngritur kompaninë e tyre, ishin dyndur në rajonin e shkret përreth minjerës. Legjenda e Tombstone zbukurohet me një numër personazhesh edhe përleshjesh me armë, përfshirë të famshmën përleshje në O.Q. Corral. Kjo përleshje vë përballë Whitey Apper dhe vëllezërit e tij së bashku me shokun e tyre Doc Holliday kundër bandës Clanton. Turistët të cilët shkojnë sot në Tombstone mund të vizitojnë vendin e betejës dhe varrezat e njohura si Boot Hill, kodra e çizmeve. Ky emër është vënë sepse aty janë varrosur shumë burra të cilët, siç thuhet, vdiqën me çizmën e këmbë, nga që ata vdiqën menjëherë dhe dhunshëm. Më 14 nëntor të vitit 1889, pioneria e gazetarisë amerikane Nellie Blue fillon një përpjekje të suksesshme për të udhëtuar rreth botës në më pak se 80 ditë. Ajo e përfundoi udhëtimin në 72 ditë. Në udhëtimin e saj, Blue kaloi nëpër Angli, Francë, ku ajo u takua me Jules Vernein, në Brindisi, kanalin e Suezit, Singapur, Hong Kong dhe Japoni, 72 ditë, 16 orë e 11 minuta dhe 14 sekonda, Blue u arrit në New York nga ku kishte filluar udhëtimin e saj, prej 72 ditësh. Do të ndalemi tani tek një ngjarje rëndësishme historike që ka ndodhur në nëntor të vitit 1908. Është mbledhur Kongresi i Manastirit. Kongresi i Manastirit apo Kongresi i Alfabetit është tubimi i dietarëve shqiptar më 14 nëntor deri në 22 nëntor të vitit 1908 në Manastir për përcaktimin e alfabetit të gjuhës shqipe. Gjatë rrugës të zhvillimit historik të letërsisë shqipe ishin hartuar disa alfabete të ndryshme. Njëri nga më të fundit ishte ai i krijuar në Stamboll dhe quhej alfabeti i Stambollit. Mendimi zotrues ishte se shkronjat jo latine nuk ishin të përshtatshme për mbarësinë e Shqipës dhe bashkimit gjuhësor kombëtar. Për këtë arsye, shoqëria më aktive dhe mirënjohur Bashkimi në Manastir thiri Kongresin e parë të përgjithshëm për diskutimin e një alfabeti të njësuar. Një alfabet i njësuar do të ishte fillimi i letërsisë mbar shqiptare. Prandaj më 14 nëntor të vitit 1908, në Manastir u mblodh Kongresi i Manastirit, ose siç e njohim, Kongresi i Alfabetit. Më 14 nëntor të vitit 1935, presidenti Franklin Roosevelt i shpalli i Filipinet një komunitet të lirë të Shteteve të Bashkuara.
Statusi i ri archipelagut aziatik ishte pjesë në planet e amerikanëve për t'u rikthyer Filipinëve pavarësinë e plot pas një periudhe tranzicioni 10 vjeçar. Afati për realizimin e pavarësisë u vënua për shkak të luftës së dytë botërore, por krijimi i shtetit të pavarur të Filipinëve u arrit më në fund në vitin 1946. Simbolikisht, kjo ngjarje shënohet më 4 korrik, e cila përkon me ditën e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara. Këto të fundit i kishin marrë nën kontrollin e tyre Filipinet në vitin 1898 në kuadër të marrëveshjes me Spanjës pas fitores së luftës me të nga ana amerikanëve. Më 14 nëntor të vitit 1969, Apollo 12 u nis për në hëm, vetëm 4 muaj pas kthimit të Apollo 11. Një natë më parë kishte rënë shi. Ret ishin shpërndar, por shirat e tjerë parashikoheshin. Zyrtarët e NASA-s arritën në përfundimin se moti ishte i përshtatshëm dhe kështu Apollo 12 u nis nga toka për në hën. 36 sekonda pas nisjes, një rufe goditi raketën Saturn 5 që shtynte anijen. Anija Apollo humbi rrymen elektrike në sistemin e kontrollit. Aparaturat të ndërprem funksionimin, astronautët punuan me gjaktësi dhe e kthyen rrymën. Por një tjetër rufe ra dhe rryma elektrike u ndërprej përsëri. Rufeja e dytë nuk e preku raketën Saturn 5, kështu kjo vazhdoi ta shtynte anijen në udhën e saj. Astronautët shumë shpejt rregulluan defektin, gjendja u normalizua dhe Apollo 12 mundi të vazhdonte fluturimin drejt hënës. 3 astronautët në bordin e Apollos ishin pilot të marinës, Charles Conrad, ishte komandant i fluturimit, Richard Gordon, pilot i modulit komandues dhe Alan Bean ishte pilot i sondës për zbritje në hën. Pas 4 ditësh, Apollo 12 arriti afër vendit të uljes në hën. Më 14 nëntor të vitit 1907, lindi shkrimtarja suedeze Astrid Lindgren, e cila njihet për kryeveprën e saj Pipi Çorape Gjata, që është përkthyer në më shumë se 30 gjuhë të botës. Ky libër është bërë edhe film. Lindgren është njëra nga shkrimtarët më të shquara në fushën e letërsisë për fëmijë të gjysmës së dytë të shekullit të kaluar. Shumë nga librat e saj kanë burim frymëzimi dhe tharm familjen e saj, pejsazhet e vendlindjes dhe ato që shoqëruan gjatë jetës, si dhe kujtimet e fëmirisë. Madhështia e profilit të kësaj shkrimtare e të njohur suedeze e librave për fëmijë qëndron në faktin se po rinovonte letërsinë suedeze për fëmijë me personazhet e saj, të cilët ishin të një natyre mendësie të pavarur, energjik dhe të pazakontë. Krijimtaria e saj letrare, veçanërisht me veprat madhështore, Pipi Çorape Gjata, Piciruku dhe Kalorsi, njeriu që banonte mbi qati, trokiti në mënyrë magjike në çdo shtëpi në miliona familje anë kënd botës. Ajo është botuar në mbi 100 milion kopje dhe është përkthyer në mbi 80 gjuhë të botës. Ka marrë 45 çmime kombëtare ndërkombëtare. Astrid ndroi në jetë në vitin 2002, në moshën 94 vjeçare. Disa vjet para se të vdiste, ajo ishte pothuajse e verbër. Më 14 nëntor të vitit 1831, ndëroi jetë George Wilhelm Hegel, filozof gjerman. Në vitin 1818, ai hyri si profesor në Universitetin e Berlinit. Leksionet e tij u bën më njëherë të famshme. Ndër degët që jepte Hegeli rreshtoheshin logjika, historia, e drejta dhe feja, antropologjia, psikologjia, filozofia e natyrës, filozofia e artit, historia e filozofisë, historia botërore. Merita kryesore filozofike e Hegelit është krijimi një sistemi tërësisht të ri dhe të thjeshtë të mendimit filozofik. Ai e konkretizonte. Unë them një pohim. Ky pohim quhet ndryshe edhe tezë. Bashkëbiseduesi im më kundërshton dhe ky kundërshtim interpretohet si antitezë. Nëse ne ulemi dhe nxjerrim një përfundim të përbashkët me konsensus,
Ajo që del quhet sintezë e dy mendimeve të mëparshme. Sot, ne e shohim se sa i dobishëm është ky parim, pasi vetëm kompromisi nuk e bllokon e thurinë e gjërave dhe e nxjerr në pa me të mirën e të dyja palëve. Duhet pasur parasysh se në kohën e Hegelit ekzistonte një rivalitet i madh mes empiristëve dhe racionalistëve. Edhe pse gjeografikisht Hegeli gjendej në gjirin e racionalistëve, ai nuk u fut as në kampin e tyre, as në atë të moralistëve. Shumica mund të quajnë Hegelin një pozitivist të bazuar te historia.